Zoti Kasa, përshëndetje, sot kemi kënaqësinë të zhvillojmë këtë intervistë me ju, një skulptor dhe një artist që përmes krijimtarisë suaj arrini që t'u jep një formë ideve, emocioneve dhe mendimeve artistike. Faleminderit që jeni sot me ne. Faleminderit juve. Zoti Kasa, kur dhe si filloi interesi juaj për skulpturën? Atëherë, interesi për skulpturën, më themi që ka filluar që në fëmijëri. Që në fëmijërinë e hershme, diku tek 5-6 vjeç, jam marrë me vizatime, aty kam kuptuar domethënë që kisha prirje për të lloj profesioni, edhe kam zbuluar nga letra vizatimet e thjeshta, por kam kaluar te palta. Çfarë ju frymëzon juve më shumë në momentet kur arrini që ta krijoni skulpturën? Frymëzimi tek një skulpturë vjen nga një moment, një detaj, nga përditshmëria, që frymëzohesh dhe niset nga aty që fillon edhe krijohet vepra. Tek herojt jam fokusuar më shumë edhe mendoj që frymëzimi vjen tek digniteti i tyre, tek kushtimi ndaj atë. Sa kohë ju duhet që ta arrini në skulpturë përfundimisht, të jetë gati me gjitha detajet? Tani varet nga skulptura, por skulpturat e vogla, portretet shkojnë këtë 2 javë. Monumentet e mëdha shkojnë 6-7 deri 1 vit. Në varësi të skulpturës, kompleksitetit që ka skulptura. Po cila është një nga skulpturat që ju ka marrë më shumë kohë, po themi? Më shumë kohë, ndoshta portreti që kam punuar në hapësirë, kam punuar një portret 8 metra gjigant, heroi ton Gjergj Kastrioti, dhe më ka marrë goxha kohë, diku te 5 muaj. Ka pas vështirësi sepse është punuar në terren aty. Kjo ka mundësi të thoj se ku ka marrë më shumë kohë, pas e pjesë tjera deri 3 muaj, 4 muaj. Gjatë procesit të krijimit të një skulpture, cilat janë disa nga vështirësitë më të mëdha? Flitet për procesin e punës. Gjatë procesit janë këto materialet që sjellin vështirësi, domethënë në modelim, si për shembull mërmeri, disa materiale që kemi vështirësi në realizim. Po unë zakonisht preferoj baltën sepse është më e bindshme kështu si material edhe balta është deri në modelim, pastaj në përfundim realizohen me bronzë dhe nderdhjet e tjera. Po preferoj bronzën si është më jep figurës më shumë jep potencë, ndërsa mërmeri është më fisnike, është më hynore, por është tjetër gjë nga to 2 materiale preferoj më shumë. A përpiqeni ju zoti Kasa që në përfundim të një skulpture të jepni një mesazh nëpërmjet asaj? Patjetër, zakonisht skulptorët nuk parashflasin, lejnë veprat e tyre që të flasin, kjo është gjithë ideja. Pak unë flas për veten time, nuk ose jam shumë atë tipin tim modeste dhe nuk flas shumë. Mundohem që gjithmonë skulpturat aty ku vendosen të flasin, kemi një komunikim me njerëzit. Preferoj shumë skulpturat e parkut që kanë komunikim me njerëzit që i rrethon. Cila është skulptura juaj që mund ta quani si më të rëndësishme ose më të bukurën? Skulptura ime më e rëndësishme dhe më e bukur nuk është brende. Nuk është brende, vetë. Sepse gjithmonë artistët e skulptorët në përgjithësi asnjëherë nuk kënaqen me punimet e tyre. Domthonë kërkojnë gjithmonë me perfekte, me atë më të realizuara. Edhe kjo është ideja që edhe unë nuk kam një skulpturë që do ta veçoja,
Kështu që për mua skulptura mbetet ajo në vazhdim që pres të realizohet. Si ka qenë rrugtimi juaj që kur keni nisur e deri në ditët e sotme? Shiko, rrugtimi ka ato sfidat e veta, ka dhe vështirësitë, por të jetosh me artin është shumë që të japësh një materie, të japësh jetë, është diçka fantastike dhe kjo më plotëson. Mendoj që jam i kënaqur për disa vepra që kam realizuar dhe shpresoj që të arrijë më lart edhe më shumë. Zoti Kasa, a ka ndonjë artist që mund të ketë ndikuar në një lloj mënyre në stilin tuaj? Shko, artist që më kanë ndikuar ka shumë, por Michelangelo është një nga ato që ka potencën e detajeve që më jep shumë, që më kanë ndikuar. Po artistë tjerë ka plot që gjithë cili në mënyrën e tyre kanë atë mesazhin që përcjellin dhe interpretojnë tek skulptura. Si e shihni ju, zoti Kasa, zhvillimin e artit të skulpturës në një të ardhme? Shiko, në të ardhme, kështu si po vinë kohët, besoj që për artistë do jetë shumë e vështirë, sepse ka ardhur koha e digitalizimit edhe modernizimit, ka ardhur koha që skulpturat realizohen me printime 3D. Mendoj që është midis skulpturës manuale edhe teknologjisë, por besoj se gjithmonë dora e artistit, prekja, mesazhi që i jep, interpreton skulptori tek vepra, nuk besoj se do të arrihet njëherë nga inteligjenca artificiale apo printime 3D. Domethënë, shija do të kthejë njerëzit, besoj se do të kthehen prapë një skulpturë që punohet me dorë. Besoj në këtë. A do të kishit ju një këshill për të rinjt që në ditët e sotme kanë pasion skulpturën? Të rinjt duhet të mos demoralizohen, sepse ky është nuk është një profesion që të sjell të ardhurat, faktikisht është, por me përkushtim, me punë, besoj se arrihet të sjellë edhe të ardhura. Kështu që një ditë do t'ja shpërblej, por duhet me punë sakrificë që të arrijmë atë ditë që ato të shpërblehen edhe të jenë të kënaqur. Në të gjitha është kjo pjesa që thash që kjo është një kënaqësi, të jetosh me artin është vërtet një kënaqësi e jashtëzakonshme. Pa përpos shpërblimit monetar që merr. A keni pasionin për skulpturën të trashëguar nga ndonjë pjesëtar i familjes, për shembull? Po besoj se po, nga babai im, nuk po them që ka qenë skulptor, sepse nuk jeton më. Ai ishte artist në mënyrën e tij, ishte dëshirë, i binte thyllit, klarinetës, këndonte, domethënë artin e fjalës së kishte, batutat, domethënë ishte artist i vetëm. Nuk besoj që skulptor, por besoj se i kam ngjarë aty familjes, nga familja. Në një periudhë kohore ju ishit të marrë edhe me pikturën. A është piktura pasioni juaj i dytë? Me pikturën po jam marrë shumë faktikisht në fillimet e mia, shumë paralel, por pastaj dashura më shumë me skulpturën, sepse skulptura është tjetër kënaqësi, është 3D, mund ta prek, është piktura që mban pak në distancë. Po jo se është edhe piktura është shumë e bukur, është ka të shprehjet e saj, domethënë me kolorat në ngjyrat, por skulptura për mua mbetet më e preferuar.
Sa kohë ka që merreni me skulpturën? Atëherë unë, si që thash në fëmijëri, jam marrë nga mosha 5-6 vjeç, jam marrë me vizatimet, pastaj nuk po më rije, pastaj duhet të përvoja të kapja të prekjas atë gjë. Më thënë, edhe me balt kam bërë dhe portrete që në moshën 7 vjeç. Pastaj vazhdova liceu artistik, pas liceut kam vazhduar Akademinë e Arteve, Institutin e Arteve në Tiranë, që pas e kohë jam marrë, pavarësisht se mundësitë në Shqipëri nuk janë që ne të merrem me krijimtarie. Vitet e fundit, më thënë drejtën, na jep një stimul edhe shitja kur ta, domethënë, që ne të kemi kohë në lirë që të merrem edhe me krijimtari. Kështu që kam diku ke 15 vjet që merrem me këtë. Edhe jam shumë i kënaqur. A dëshironi që këtë pasion të përcjellni edhe fëmijëve të tu në një të ardhmen? Shiko, unë do t'i sugjeroja të dashuronin punën, për kushtimin, të bukurën, por për këtë profesion mendoj që t'ja lej ta zgjedhin vetë, sepse nuk që nuk është një imponim, është një dëshirë dhe në mbi të gjitha është një vëmtik. Nëse nuk e ka, nuk është për kohë. Por ato që e kanë, dua t'i inkurajoj, për shembull për studentët e rinj. T'i inkurajoj është një kënaqësi e madhe të kthesh një mater, ta kthesh në jetë, punosh e të jetosh me art, është shumë e vlefshme për mendimin tim. Ne shohim edhe përkrenaren e Skënderbeut. Si mund na e përshkruani ndjesinë gjatë procesit të punës, rezultati pastaj kur e keni përfunduar? Po, përkrenarja është një ndër skulpturat më të shitura në armet e Skënderbeut. Unë kam punuar me kënaqësi, kam punuar me balt, si thash, bëhet një proces i gjatë derisa përfundon në bronz. Modelohet me balt, i jepen gjitha detajot, pastaj arrin derdhja edhe kthehet në bronz. Jam marrë me gjitha detajet që plotësojnë përkrenaren sipas origjinalit që ndodhet në Muzeun e Vienës. Si ka arritur publiku të reagojë kundrejt skulpturave tuaja? Shiko, publiku reagon në mënyrat e tyre me veprat që janë publike, që janë në qendra, në sheshe të qytetit. Menjëherë publiku mendon ndryshe ose interpreton ndryshe atë që kam dashur të shpreh unë, por prapë nuk mërzitem, sepse mendoj që ja kam arrit asaj që skulptura po flet me publikun. Domethënë kjo ishte e gjithë ajo ideja që ne duam të realizojmë, që skulpturat të flasin, mos të panojnë në publik.